Jemi te depolitizimi i administratës zgjedhore, meqense ne ankohemi që politika fut duart në zgjedhje, politika e mban peng, politika jep urdhra se si të orientohet vota. Patjetër që po. Tani rastin e Lushnjës, që është politizuar 90% administratës, janë marrë nga fshati, janë futur punë për atë punë. Ornela thot që pse nuk bëhet. Kanë rënë parimisht dakord që ta depolitizojnë administratën. Pununin ato toka që i kanë fituar dhe me anë të ligjit, por janë punësuar, ndërkohë qytetarët e Lushnjës si ke të Alesia, në komisionet e zgjedhore ti e ke me ligj që i takojnë partive. Depolitizimi i administratës zgjedhore do të thotë që aty mos shkojnë njerëzit e partive. Po kush do shkojnë? Kush do shkojnë? Gjithë profesionet e lira, avokat, noter, mjek, inxhinier, doktor. Të vjen dakord njerëz që ato ta bëjnë kështu se pa rezultatin Ti mendon tani që këto broçkulla që janë, njerëzit do vinë një doktor, do lëri punët e tij operacionet, do vinë të është detyrë dhe është mision, si shkon në Amerikë atje në. Po kush do ta bëj misionin? Është ditë diele. Kush do ta bëj misionin? Të gjithë do ta bëjnë. Erion është ditë diele janë pushim. Janë pushim dhe doktorët dhe juristët dhe ekonomistët. Asnjë s'ka për ta bërë. Do ta bëjnë se është përgjegjësi. Bëjnë. Angazhim qytetar. Do të bësh administratën publike? Po, që janë politike. Jo administratën publike, profesionet e lira, të gjithë njerëzit që janë me licencë. Do të thotë që ti çon tatimet ai dhe ti mbylli nuk çon dot tatimet ai ashtu. Si çon? Ti çon dot tatimet. Ne kemi që të manipulosh rezultatin. Ideja është që rrezikosh licencën tënde personale. Ajo që do ta lesja është me këmbë tokë, kjo që thonë ju është ufologi totale. Kjo pasi rezultatin e saktë. Ndryshe po ne po e lam administratën zgjedhore politike. Kjo që thua pastaj prapë çdo zgjedhje nuk i njohim. Kjo që thua ti është të besosh në një sistem të mirë. Ne nuk kemi situatën këtu ku e kemi sistemin e keq dhe na prodhon kjo është model, ka Greqia. Po ta bën më partia politike zgjedhore. Po ta bën është nga profesionet e lira. Ta bën partia politike PiS edhe këtë që thua ti. Partia politike do përpiqet të bëj PiS çdo gjë, po kjo është Te qeniet humane ne nuk besojmë te komisionerët. Kemi teknologjinë, qeniet humane, i kemi komisionerë. Diellës thua ti? Jo diellës, jo. Votimi elektronik dhe numrimi elektronik. Pra politike nuk e duan, nuk besojnë. Sa alokohet për zgjedhjet, për fletët e votimit, për pagesat e komisionerëve, pastaj kur kanë rezultatin